Përshëndetje fëmijë të dashur. Sot po lexojmë një histori tjetër nga libri Histori Pushimesh. Historia që kemi zgjedhur për të lexuar sot titullohet Deti. Duke kënduar shëndever, Nina veshi rrobat e banjës. Ajo mezi priste të futej në këtë hapësirë të pa anë me ujë që shtrihej para saj. Ishte hera e parë që vajza e vogël shikonte detin dhe ai dukej vërtet i magjishëm. Gjyshja i kishte bler një kovë të vogël, një lopatë dhe një grabuj. Nina priste me padurim të luante me to. Vogëlushja e mbushi kovën me rër dhe e ngjeshi me grabujën blu. Pastaj e ktheu përmbys mbi rër dhe u formua një si kodrin. Ajo ja nisi prap nga e para dhe filloi të gërmonte. A mund të ndihmoj të bësh një kështjell? I propozoi buzagaz një vajzë e vogël. Unë jam shumë e zonja për të bërë kështjella. Nina pranoi dhe të dyja vogëlushet ndërtuan një kështjell të bukur dhe u argëtuan sa s'ka më. Rëra u ishte ngjitur në këmbë, në duar, e madje disa kokriza u kishin hyrë edhe në rrobat e banjës. Ndaj Nina donte të pastroj me një herë. U afrua me kujdes dhe hyri në sipërfaqen e pakufishme me ujë. Në fillim, lagu paksa majat e gishtave të këmbëve, pastaj futi këmbët e më në fund krejt trupin. Uji nuk ishte aq i ngrohtë sa ai që bënte mami gati në vask, por Nina nuk donte t'ja dinte. Këtu ajo mund të hidhej përpjet sa të donte dhe të ngrinte stërkala gjithandej, pa pasur frikë se mos derdhte shkumën nëpër dysheme. Me dy duart e saj topolake, çupëza fërkoi këmbët, krahët dhe barkun për të pastruar rërën që ishte ngjitur në trup. Eja, i tha shoqja që po notonte. Nina nuk kishte frikë dhe ndonse e mahniti deti i pa anë, që as mund të krahasohej me vaskën e saj, ajo nuk nguroi të arrinte shoqen. Kuptohet që Nina nuk ishte harruar të vendoste rreth belit gamerdare ngjyrë rozë, kështu që u shtri pa frikë mes dallgëve dhe u pllaqurit gjithqef. Befasi hyri pak ujë në gojë dhe Nina bëri një lloj si në vask. E la ujin t'i hynte mes buzëve. Ptu, si qënka ky ujë kështu, nuk është si uji i shtëpisë. Ah, jo, uji i detit është i kripur, i tha shoqja. I kripur, si uji ku zihen mami makaronat? Po, ashtu njësoj. Po këtu i gjithë uji i detit është kështu i kripur. E kuptova. Po përse? Nina mbeti pa mend. Ajo nuk e dinte se uji mund të kishte një shije të ndryshme. Besoj se është i kripur nga që balenat qajnë shumë. Lotët janë shumë të kripur, e di, apo jo? Jo, vajza e vogël nuk e dinte. Pastaj donte të kuptonte. Edhe përse qajnë kaq shumë balenat. Mos vallë janë të trishtuara? Jo, u dalin lot nga që qeshin shumë. Tani erdhi ora që duhej të iknin. Gjyshja i mblodhi lodrat dhe pajisjet e plazhit dhe i dha fjalën Ninës se do të vinte prap në plazh të nesërmen. Sa mirë, Nina kishte ende plot gjëra për të zbuluar. Dhe këtu përfundoi
kjo përrallë e këndshme verore me personazhin kryesor Nina.